Shtoj miell. E lë pak. Shtoj masën e kripës, masën e sodës. Urdhëra. Do vendos pak ujë të ftohtë sepse është i nxehtë. Edhe kur uji është i nxehtë, brumi gjithmonë lëshohet. Kur uji është i ftohtë, normalisht brumi del tepër i ngurtë. Pra duhet një ujë vakët. Kjo mati temperatura. Sa që duron gishti, i ftohtë për ta punuar. Filloj tani e punoj. E mirat mirave është që gjithmonë lëreni pak brumin kur e punoni të aktivizohet, shtojeni avash dhe e mirat mirave unë them për shembull ujë sa të marr. Pse e them ujë sa të marr dhe nuk vendos asnjëherë sa mililitra ujë do? Sepse e thash, nëse është i ftohtë, brumi nuk do të punohet, nëse është i nxehtë shumë, sërish do t'i shtosh miell, shto miell vazhdimisht, sepse lëshohet kollaj. Po, por duke shtuar mielli normalisht atë masën e sodës që ti e ke vendosur, nuk do të bëj efekt aq sa duhet. Nuk do të lëshoj atë aromën e duhur. Kur dikur shtëpia mbushet plot me aromë gatimi.